A lejohet shkulja e çimeve në mes të vetullave këtu për femrat? Po, lejohet edhe për femrat edhe për meshkujt. Kjo këtu nuk është vetull. Kjo nuk është vetull. Po ashtu edhe kjo pjesa nuk është mjekër këtu. Kjo pjesa nuk është mjekër. Edhe në këtë pjesën e fytit. Prandaj edhe femra këtu i lejohet me pastru. Po ashtu duhet me ditë cilat janë vetullat. Tash nuk mund t'i përcaktoj, por ajo që dihet vetull, ajo që s'është vetull, për shembull vjen deri këtu. Tash mos më keq kuptojnë se mos më mendu dikush se hoxha po lejon hekjen e vetullave. Hekja e vetullave është ndaluar në Islam. Mirë po, nëse vjen deri këtu për shembull, tash po egzagjeroj pak me qëllim. Deri këtu. Kjo nuk ka vetull. Hajde deri këtu, që pjesën mban me heknina. Ose në ajo që vjen deri këtu, në vi ku e di. Ajo që ka është jashtë vetullas, lejohet me hek edhe këtu, edhe por tash për mi ik asaj se njerëzit me nxipresin me aqel një derë. Edhe pastaj mos mu nal, me thonë hoxha ka thonë çka sa vetull edhe tash ai më i bon, ku e di çka më thonë jo, vetulla nuk kam piçtu, po piçtu edhe tash hek këtë pjesë. Pastaj thotë ai çtu s'ka gale pe hekje edhe tash bon, pe dini çush e lejojnë ashtu kështu, janë të i bon shumë njerëz, edhe meshkujt lema femrat. Prandaj themi kjo është e lejuar më largu sepse nuk hyn në kategorinë e vetullave.